Ëndrat dhe realiteti. Raporti midis tyre. Çfarë ndëron? Çfarë përmbajnë ëndrat e tua? Atë kanë paralajmëruar ndonjëherë ëndrat? Atë kanë udhëzuar apo të kanë hutuar? Çfarë tregojnë ato për ty? A janë ato pasqyrë e mendimeve që të mundojnë? Apo mesazhe nga bota e padukshme? Kur shenë në ëndër të dashurit e tu të ndjerë, janë ata që të vizitojnë, apo shpirti yt që udhton drejt tyre? Ëndrat mund të jenë një dritare e subkonsciencës tënde, ose një derë drejt botës tjetër që të pret. Çdo natë, shpirti yt largohet nga trupi për të vizituar atë botë, por i kthehet për të dhënë edhe një mundësi tjetër për të përmirësuar para se të jetë tepër vonë. Një grua i tregoi profetit, paqja e Zotit qoftë me të, një ëndër, ku pa veten në xhenet, atje pa edhe 12 burra të mbuluar me gjak, të cilëve ajo ua përmendi emrat dhe ishin prej sahabëve. Allahu i urdhëroi engjëjt që t'i çonin ata në lumin e Berzahut. Pasi u pastruan në lumin e Berzahut, fytyrat e tyre u bën të ndriçme si hëna e plot. Më pas ata ulën në një tryezë me karrige prej ari dhe me tabaka, me ushqime të freskëta dhe hurma. Unë, tha ajo, u ula dhe hëngra me to. Menjëherë pasi gruaja përfundoi tregimin e ëndrës, erdhi lajmi se pikërisht 12 burrat që u përmendën, të cilët profeti i kishte dërguar në një mision, ishin rënë dëshmor. Në psikologji, ëndrat quhen hyrje mbretërore në të pavetëdijshmen. Ato na tregojnë shumë për veten tonë, atë që na shqetëson, për angazhimin tonë shpirtëror, edhe për atë që mbush mendjen dhe zemrën tonë. Ëndrat e njerëzve të devotshëm shpesh përmbajnë pamje nga parajsa ose profetin, paqja e Zotit qoftë me të, ose shohin ndonjë mesazh që u vjen nëpërmjet njerëzve të tjerë të devotshëm, sepse ata me këtë gjë e kanë të angazhuar mendjen dhe zemrën e tyre. Ndërsa ëndrat e të tjerëve pasqyrojnë jetën dhe shqetësimet e tyre. Në Islam, ëndrat kanë rëndësi, por nuk duhet të jetojmë me to duke harruar realitetin e udhëzimeve nga Kurani dhe Suneti. Profeti paqja qoftë mbi të tha se ëndrat, më të vërteta, i përkasin atyre që janë më të sinqertë në fjalët e tyre. Pra një njeriu të sinqertë në fjalët dhe mendimet e tij, i mundsohet të shohë ëndra të vërteta. Hadithi vijon, ndërsa gënjeshtra më e keqe është gënjeshtra për një ëndër që s'e ke parë. E ndërsa jetojmë në kohët afër fundit, kohë të mbushura me zhgënjim, po ajo që na paraqitet si e vërtetë është në fakt gënjeshtër dhe anasjelltas. Profeti na përgëzoi duke na thënë se në kohërat e fundit, Allahu do t'u japë njerëzve besimtar ëndra që do të realizohen me saktësi. Dhe se ëndra e besimtarit është 1/46 pjesë e profecisë. Pse pikërisht 1/46? Profeti paqja e Zotit qoftë me të, përjetoi 6 muaj ëndra të vërteta përpara se t'i zbriste shpallja, kohë që në raport me 23 vitet e profecisë së tij, rezulton të jetë sa 1/46 e kohës së tërë profecisë. Por ndryshe nga profetët, ëndrat tona nuk janë të gjitha të vërteta. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të, na mësoi se ka 3 lloje ëndrash. Lloji i parë janë vizionet e vërteta me mesazh të qartë nga Allahu i lartësuar. Më pas janë maktet friksuese nga shejtani mallkuar, dhe kategoria e tretë, që përbën shumicën e ëndrave tona, janë mendimet e pavetëdijshme që pasqyrojnë shqetësimet tona ditore. Gjithashtu, ne ka këshilluar, kur sheh diçka të keqe, mos kërko shpjegim për të, por kërko mbrojtje tek Allahu dhe mos e trego tek njerëzit e tjerë. Pavarësisht se kujt kategorie i përket ëndra që shohim, sidoqoftë ajo mbetet një derë e komunikimit me botën e padukshme. Gjatë gjumit, shpirti njeriu të del nga trupi dhe mund të takohet me shpirtrat e tjerë, qoftë të gjallë apo të vdekur. I dërguari i Allahut në një transmetim ka thënë, vërtet shpirtrat takohen. Në një rast, Umeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, pa nga larg një komandant të tij në rrezik dhe i dha një paralajmërim, të cilin ai e dëgjoi pavarësisht mijëra kilometrave distancë. Pra shpirtrat e tyre komunikuan në një mënyrë që Allahu e di, por me zhvillimet e fundit të shkencës gjithnjë më tepër po merr kuptim komunikimi përmes formave të ndryshme në distanca tepër të larta. Për Zotin e gjithdijshëm, këto metoda që po zbulohen sot kanë qenë të ditura dhe madje edhe të tjera të cilat ne ende nuk i dim. Çdo natë, ne përjetojmë Berzahun kur jemi në gjumë, sepse gjumi konsiderohet si një vdekje e vogël. Allahu thotë në Kur'an se shpirtrat merren gjatë gjumit dhe më pas kthehen në trup për ata që janë të destinuar të jetojnë. Shpirti ynë shëtit në dimensione të tjera, por ndryshe nga vdekja përfundimtare, ai sërish është i lidhur me trupin. Ky largimi i shpirtit bën që vetëdia jon të jetë në një shkallë shumë të ulët në gjumë. Sa më i thellë gjumi,
Aq më ulët është vetëdia dhe aq më i thellë është udhëtimi i shpirtit dhe përjetimet të ëndrave të vërteta. Nga ana tjetër, sa më sipërfaqësor të jetë gjumi, aq më e lartë vetëdia dhe të vetmet ëndra do të jenë ato të shqetësimeve të përditshme. Ibn Abbasi ka thënë se shpirtrat e të gjallëve dhe të vdekurve mund të takohen në ëndra dhe të pyesin për njëri tjetrin. Nëse shenjë të afërm të vdekur në ëndër të buzëqeshur dhe të gëzuar, mund të jetë një shenjë mirë. Nëse është në gjendje të vështirë, mund të ketë nevojë për lutje dhe bamirësi nga ti. Si të dallosh nëse një ëndër është nga Allahu apo jo? Ka disa shenja për të kuptuar këtë. Nëse një ëndër është nga Allahu i lartësuar, do të jetë ose një mesazh që të nxit për të bërë një vepër të mirë, ose që të largon nga një vepër e keqe. Ose mund të jetë diçka që bëhet realitet, sepse Zoti paralajmëron vetëm të vërtetën, ose mund të jetë një mesazh që shton besimin. Gjithashtu shikimi në ëndër i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, është një ëndër e vërtet, sepse shejtani nuk mundet të marrë pamjen e tij. Nëse ëndra është nga shejtani, do të jetë një ëndër që të trembë dhe të frikson, ose të shtyjë në gjëra të ndaluara dhe të shëmtuara, në gjëra që bien në kundërshtim me rregullat fetare dhe mirësinë. Sa i përket kategorisë së tretë të ëndrave, atyre që nxiten nga shqetësimet e përditshme, përsëri edhe ato thon diçka për ty. Nëse ti je i angazhuar gjatë ditës me vepra të mira dhe ke shqetësim për t'i përmbushur ato, këtë përmbajtje do të kenë të ëndrat e tua, dhe kundërta ndodh nëse angazhimi yt ditor anon nga veprat e këqija. Një tjetër formë e ëndrave të vërteta është takimi i shpirtrave. Ky takim nuk ndodh sipas dëshirës tonë. Është Allahu ai që e mundson ose jo. Nuk duhet të shqetësohemi pse dikush tjetër sheh më shpesh të dashurit tanë në ëndër, sepse është Allahu ai që vendos këtë dërgojë dhe kur. Në disa raste të afërmit tanë të vdekur na shfaqen të lumtur, të veshur bukur, duke shëtitur në parajs. Në të tjera raste na shfaqen të shqetësuar dhe sikur kërkojnë ndihmë nga ne për të dalë nga gjendja ku ndodhen. I tillë është rasti një prej sahabëve i cili kishte ndërruar jetë si dëshmor në një betejë dhe më pas u shfaq në ëndër shokut të tij duke i thënë që të gjente mburojën që kishte pasur në betejë dhe ta përdorte atë për të shlyer një borxh që kishte patur. Shoku i tij veproi pikërisht sipas udhëzimeve të tij në ëndër. Gjeti mburojën e tij në vendin e treguar dhe lau borxhin në të. Por të vdekurit mund edhe të na këshillojnë përmes ëndrës. Shumë nxënës të dietarit të madh Sufjan e Theuri tregonin se pas vdekjes së tij ata e shihnin atë në ëndër duke i këshilluar njësoj siç i këshillonte kur ishte gjallë. Njëri prej tyre tregon se dietari e kishte këshilluar atë në ëndër të qëndrojë në shoqëri me pak njerëz. Një tjetër ofensë e kishte parë këtë dietar pas vdekjes në ëndër duke shëtitur në kopshte me palma, duke recituar ajetin e Kuranit. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili e përmbushi premtimin e tij ndaj nesh. Në përfundim, pavarësisht ëndrave, nuk duhet ta ndërtojmë jetën mbi vizionet e natës, sepse ne jetojmë një jetë plot me zgjedhje, të cilat duhet të mbështeten mbi drejtsinë dhe veprat e mira në realitet. Dhe kur zemra jote është zgjuar, atëherë mund të shohësh gjëra të mëdha edhe me sytë e mbyllur.